Të dashur shqiptar, çfarë do të thotë lëvizje? Do të thotë bishtaja. Është fjalë e banorëve të Vlorës, por është fjalë e arbreshëve në Greqi, që quhen Arvanitas, dhe arbreshëve në Itali. Është dhe një fjalë tjetër në gjuhën e banorëve të Vlorës, luvi, i thon bulës së bishtajës. Tani pse është kjo e rëndësishme? Sipas Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, fjala lëvizje, bishtaj, është krijuar me rrënjën luvi plus prapashtesën shqipe dhe. Tani ju do habiteni po të them që në gjuhën greke kjo është luvidi. Çdo thot luvidi, është bishtaj gjithashtu, dhe është fjalë për këdhelse në greqisht. Vjen nga greqishtja e vjetër lovidion. Dhe shqiptohet me v, por ka qenë në greqishtën e vjetër me b, nga fjala lobos, bula, edhe veshit, edhe bula e bishtajës që varet. Nga kuptimi varet diçka, si llapa e veshit, është lobja e veshit dhe lobja e bishtajës, por b-ja bëhet v në greqisht dhe kjo përçohet në gjuhën arbreshe dhe në gjuhën e banorëve të jugut që e quajnë veten pellazg. Pra pellazgët nuk janë gjë tjetër veç se skllëvër të grekërve, dhe gjuha e tyre është e përbërë nga fjalë greke të shkurtuara. Pra, nga lobidion, kjo është bërë luvidi në gjuhën greke, lovide në gjuhën shqipe. Ky është emri Asjanës në greqisht, vjen nga lobos, emër mashkullor, lovidion. Pra Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e di që prapashtesa dhe e shqipes, si element fjalëformues, nuk është gjë tjetër veç se forma përkëdhelëse e greqishtes. Shkruhet dhion. Ka dhënë në shqip lovide, pra dhe, kjo prapashtesë e shqipes. Kjo është gjuha pellazge që ta dini ju. Por e keqja nuk mbaron këtu. Nga fjala lovidion, kjo është shkurtuar në ndikimin e pellazgëve ose arbreshëve, është shkurtuar në greqisht në luvi. Ky është emri Asnjanës në greqisht. Tani emrat Asnjanës të gjuhës greke bëhen emra femëror në gjuhën arbreshe dhe në shqip. Merrni frymthell. Për shembull fjala bukuri, shpejtësi, madhështi, emrat në trajtën e pashquar femëror në shqip kanë baresën e neutrit të greqishtes. Kjo është gjë më e tmerrshme. Pra i bukur, bukuri, me theks në fund, është shkruar një lloj si luvi nga lobos. Shkurtimi i fjalës luvidion në greqisht. Pra kaq thellë ka hyrë gjuha greke në gjuhën shqipe. Deri në ditën e sotme, deri në këtë moment, unë mendoja që shpëtimi i Shqipërisë vjen nga arbreshët, nga që ata kanë gjuhën më të pastër. Është e vërtetë. Nuk kanë shumë huazime slave dhe nuk kanë fare fjalë turke. Ndoshta ndonjë fjalë aty këtu, si fjala dylber, ka hyrë në gjuhën arbreshe. Sepse edhe arbreshët i kanë pasur shumë qejf dylberët. E pra, jemi dylberizuar si komplet. Do me thënë, ajo që në na duket gjuhë pellazge janë fjalë greke të shkurtuara. Të merë, i vetmi lajmi mirë është ky. Ka këtu si im, ka lëshuar lule të bukura në mes të dimrit.
do të më shkruajnë të gjithë ata që kanë lule kaktusi. Ja do ja tregoj, është kaq e bukur. Ky është i vetmi lajm i mirë që kam për ju. Pra, ata që do e shpëtonin Shqipërinë, arbreshët, janë kërcënimi më i madh për Shqipërinë, sepse kanë format e pastra të greqishtes. Por ne na duhet gjuha arbreshe që të kuptojmë se sa shumë është prishur gjuha shqipe. Është shkatruar komplet, pra nuk ka në një farë mënyrë komb shqiptar. Është thjesht në kokën tonë. Të gjitha janë fjalë greke, slave të huazuara, të bëra një rrokshe nga njerëz që duhen mbyllur në kafaz, të gjithë. Ja sa e bukur që është kaktusi, sa i bukur, o Zot. Shkoni sa lule të bukura që kam unë. E pra, ky është i vetmi lajm i mirë që kam për ju. Asgjë tjetër. Gjuha shqipe është prishur fare. Pra, arbreshët janë njerëzit më të rrezikshëm për kombin shqiptar. Sepse ata na kanë mbushur mendjen që ne jemi pellazg. Pra, praktikisht po bëhen si ura e bashkimit shpirtëror midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe Shqipëria po glabërohet nga Greqia. Dhe kjo po shkon më tej akoma. Ambasada amerikane i ka mbyllur të gjitha vizat për shqiptarët, ndërkohë e ka dyfishuar personelin në Greqi. Nuk ka vendosur ambasador në Shqipëri dhe ka ndërmend ta mbylli ambasadën shqiptare. Ka ndërmend ta heq fare Shqipërinë nga NATO. Vendi është shumë i kërcënuar nga feja ortodokse. Janë bërë ortodoks, janë bërë helen 1 milion shqiptar në Greqi. Pra po shkrihet kombi shqiptar me kombin grek, dhe kjo mund të marrë fund vetëm nëse bëhet ndonjë revolucion dhe mbyllet kufiri me Greqinë. Ky është i vetmi shpëtim. Ju lutem ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të çlirojnë Shqipërinë nga grekët dhe nga arvanitasit, edhe nga arbreshët. Duhet të shpëtojmë prej këtyre. Këta janë një murtaj të dashur shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.